qoftë se ata duhet me pas sukses, edhe suksesin ta marrin sot, jo nesër, nesër është ekstrem vonë. Suksesi ty nuk na pret. Suksesi nuk na pret. Suksesin merret ti vetë sot. Ti je ai se vendos çfarë suksesi do me pas në jetën tënde. A ki dëshirë me jetu me një pallat? A ki dëshirë me jetu për fundi ure diku me fletë? Suksesi nuk jeti vetë. Suksesi kryesor është martesa e mirë. Martesën e mirë zgjidhni, ju lutem. Martesa e mirë është thelbi kryesor i jetës. Me ata kemi pas fëmijë, biznesin, jetën kryesore. Po dhe martesën e mirë ushqeni. Dhe vlerësoni. Ta vlerësoni. Na kanë pak problem. Se Altin po thuhet se përpara shkojshin kish ose në xhami dhe je këshillu po thuhet se nga teologët, ha? Po. Sot shumë pak po vizitojnë, si kishë si xhamia, edhe këta teologë që janë sotit, janë vetëm profiterë, nuk janë ma teologë, se e bindin popullin për çështje madhora. Unë ka herë po bidhe në konflikt me teologë, apo kam dëshirë me ju thonë teologëve, se nuk janë të përdiku në mënyrën e vërtetë. Përdikoni për të mirën e këtij kumbit, për shqiptarët. Çdo shqiptar, nuk ka shqiptar nëse nuk i ka 5 fëmijë. Nuk ka shqiptar. Përdita shqiptarit. Edhe ata, 3 djem, 2 vajza apo 3 vajza, 2 djem. Mas pakti, ha? Ama në atë kohë ka qenë puna se unë alë të rryma, o Anton, shpesh të në vendet tona. Kur nalë të rryma s'dini që me po banë fëmi. Luksi në ka prish, luksi map. Kur nalë ke rryma, bëjsh mi fëmi se zirëshim që me po. Anton Nikola, e kam edhe pyetje të fundit, faktin që të shoh gjithmonë me bashkëshortën tënde, me Jacqueline-ën. Po. Të shoh në aktivitete, të shoh në për evente, të shoh në për ftesa, të shoh që mes 100 vetave, 200 vetave, ti e kape qafe, përqafon e puthë, do me kam shef me ftu Jacqueline. Athere pash zotin se është pyetja fundit, kjo thire për Jacqueline-ën. Edhe ta shohim, kam këtë pyetje interesante, gjigant, se është një pyetje shumë interesant edhe motivuese, një burr në këtë moshë, me dasht, me dashuru, gruan e vetashon, është një mesazh shumë i mirë, dhe tash ne gjojeni pak se ç'është duhet me pas marrëdhënie një burr me gruan e vet.